Margarita Xhepa, një yll që shkëlqen përjetësisht në qiellin e artit shqiptar. Artistia e madh nuk vdes kurrë, ajo vetëm largohet nga skena e kohës, por lë pas një trashëgimi të përjetshme. Sot, arti shqiptar mbretëron në zi, pasi ka humbur një nga perlat më të shëndritshme të tij, Margarita Xhepa, aktoreja e pamposhur e teatrit dhe kinematografisë, që pushoi të frymëzojë në këtë botë në moshën 91 vjeçare. Vetëm një ditë pasi festoi ditëlindjen. Një jetë në shërbim të artit. Margarita Xhepa ishte një forcë natyrale në skenë dhe ekran, një artiste që shndriti në më shumë se 150 role teatrale dhe dhjetëra interpretime të paharruara në filma. Ajo ishte zëri i grave shqiptare, fuqia e tyre dhe dëshmia e tyre. Çdo rol që ajo mori në duart e saj u shndërrua në një histori të gjallë, në një pasqyrë të thellë të shpirtit njerëzor. Regjisorët dhe kolegët e saj e kujtojnë atë si një profesioniste të palodhshme, një femër me inteligjencë artistike të rrallë. Esat Musliu tha, ajo me një të lexuar të skenarit drejt në xhirim. Sidomos në rolet femërore në moshë madhore, kanë qenë brenda karakterit të saj. Ndërsa Kiço Londo shtoi, kudo ajo vinte shpirtin e saj, energjinë e saj dhe rezultati ishte i ndriçuar, i arrirë. Një legjendë që do të mungojë përgjithmonë. Në çdo film, në çdo shfaqje teatrale, Margarita Xhepa solli diçka të veçantë, një ndjeshmëri të rrallë, një thellësi emocionale që prekte zemrat e të gjithëve. Ajo nuk luante rolet, ajo jetonte ato. Nga bolero në Vilën e Pleqve deri te interpretimet e saj të paharruara në teatr, ajo u bë simbol i guximit, i elegancës dhe i përkushtimit ndaj artit. Edhe në vitet e saj të vona, ajo nuk pushoi së frymëzuari. Presidenti Bajram Begaj theksoi se ajo e përdori artin e saj për kauza të rëndësishme në mbrojtje të grave dhe fëmijëve. Kjo ishte Margarita, jo vetëm një aktore, por një ambasadore e mirësisë dhe e drejtësisë. Homazhet e fundit për një monarke të skenës. Nesër, arti shqiptar do të mbledh lotët e tij për t'i thënë lamtumirën e përhershme kësaj ikone. Nga ora 10:00 deri në 13:00, homazhet do të mbahen në hollin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, ku miqtë, admiruesit dhe kolegët do të kenë mundësinë të përqafojnë për herë të fundit trashëgiminë e saj të përjetshme. Edi Rama shkroi thjesht, por me një dhimbje të madhe, lamtumir yll. Dhe vërtet, Margarita Xhepa është një yll që, edhe pse u fik në tokë, do të vazhdojë të shkëlqejë në kujtesën tonë kolektive. Fjala e fundit, një zë që nuk do të hesh kurrë. Margarita Xhepa nuk është thjesht një aktore që ikën, ajo është një legjendë që do të jetojë përgjithmonë në skenat që ajo i bëri të gjalla, në filmat që na bën të qajmë dhe të qeshim, në vijat e paharruara që na shpirtërojnë ende. Sot, arti shqiptar është më i varfër. Por ne, të gjithë ata që e adhuruam, e kujtojmë me krenari dhe me lodh. Falënderimi ynë më i madh është të mos e harrojmë kurrë. Me një zemër të rënë dhe një përrall të pashkruar në lot, arti shqiptar përkul kryet për herë të fundit përpara një prej perlave të tij më të shëndritshme. Margarita Xhepa nuk është thjesht një ikon, ajo është një epokë. Një epokë e bukurisë, e talentit të rrallë, e dashurisë së patjetërsuar për skenën dhe ekranin. Sot, ne nuk thjesht themi lamtumir, ne themi faleminderit. Faleminderit për çdo emocion që na dha, për çdo rol që e bëri jehon, për çdo fjalë që shqiptoi me atë zërin e saj mbreslënës, të ëmbël dhe të fuqishëm njëkohësisht. Paqja e përjetshme qoftë me ju, Margarita jon e dashur. Ti që i dhe shpirt çdo personazhi. Ti që na mësove se arti është jetë. Ti që u bëre legjend pa u larguar kurrë nga njerëzia jote e thjeshtë dhe e madhërishme. Sot qielli i artit shqiptar ka një yll më shumë. Por ne këtu poshtë, mbetemi me kujtimin tënd të ndritshëm. Me buzëqeshjen tënde, me lotët e tua në skenë. Me atë shpirtin tënd të përhershëm që na mbetet si trashëgimi. Ti nuk na le, Margarita. Ti thjesht u bëre përjetshme. Dhe le të mbetet fryma jote midis nesh, si kujtim, si frymëzim, si dashuri.